Eagle Soccer Academy shpallet kampione e Copa Serve 2026 pas finales dramatike 3-2 në Boston. Një tjetër sukses i madh për ekipin e fëmijëve Eagle Soccer Academy në Boston, që vazhdon të shkruaj historinë në futbollin e të rinjve në Massachusetts. Akademia shqiptare ka fituar turneun prestigjos Champions of Copa Serve 2026 për grup moshën 11 vjeçare, një nga turnet më të fortë që zhvillohet çdo muaj mars në fushat jashtme, shpesh në kushte të vështira moti me Boreshi, ku morin pjesë ekipe nga akademitë më të mira të rajonit. Ekipi Eagles dominoi fazën e grupeve duke garuar në grupin H të moshës 11 vjeçare, ku në 3 ndeshje arriti 2 fitore, 1 barazim, duke rënditur në vendin e parë me 7 pikë. Finalja ishte një nga ndeshjet më emocionale të turneut. Eagles kaloi në avantazh dhe po dominonte ndeshjen, por kundërshtari arriti të barazojë 2-2 5 minuta para fundit. Megjithatë, duke se po shkonte drejt barazimit, në sekondat e fundit Eagles synoi golin vendimtar 3-2 duke shpërthyer në festë e duke ngritur trofeun e kampionit turneu Copa Serve.